Kultivimi i qershive. Kërkesat për klimën dhe tokën. Qershia i përshtatet mirë klimës mesdhetare. Ajo mund të kultivohet deri në një lartësi mbi 1000 metra. Bima vuan shumë nëse kultivohet në toka të thata. Nëse në shartesa është me zhdrella, atëherë qëndrueshmëria ndaj thatësirës rritet shumë. Kur temperatura rritet në mbi 35 gradë, qershia vuan shumë. Në fazën e qelësisë dimrore duron temperatura deri në -24 gradë Celsius. Kërkesat për tokën. Qershia është bimë shumë e ndjeshme ndaj lagështisë së lartë të ajrit dhe të tokës. Në përgjithësi, qershia nuk pëlqen toka të ngjeshura, argjilore të rënda, me shumë gëlqerë dhe të papërshkrueshme nga uji. Kjo bimë jep rendimentin maksimal vetëm në toka të thella, të ajrosura dhe të kullosura mirë. Për shmangjen e ujit të tepërt në tokë, është mirë që toka të drenazhohet. Qershia shkon mirë në toka me përbërje të lymit apo toka argjilo ranore. Gjithashtu pëlqen tokat me pH 6.5 deri në 7. Fazat kryesore të zhvillimit. Tek qershia dallohen qartë 9 fazat e zhvillimit të bimës apo fazat fenologjike. Periudha e qetësisë dimrore, faza e fryerjes së sythave, faza e skuqjes së sythave, lulëzimi, rënja e petaleve, lidhja e frutave, fillimi i rritjes së frutave, faza e fillimit të pjekjes së frutave dhe pjekja e plotë. Në botë ekzistojnë rreth 2000 lloje kultivaresh apo variatetesh. Përveç origjinës, tek qershia janë bërë edhe klasifikimet për fortësinë e tulit, për kohën e pjekjes dhe për ngjyrën e frutit. Për nga fortësia e tulit, qershia ndahet në 3 grupe. Variatetet me tul të butë. Në këtë grup bëjnë pjesë kultivaret e vendit si beliza e zezë, belica e kuqe, dolmasi, si dhe nga të huajat e hershmja e tregut. Variatetet me tul të fortë. Në këtë grup janë kultivaret e vendit si çualle e zezë, çualle e kuqe, krapja e zezë e të tjerë, dhe nga të huajat është Napoleon, si dhe variatetet me tul të ujshëm. Por nga hershmëria e pjekjes, qershia ndahet në 3 grupe. Variatetet me pjekje të hershme. Pjekja e frutave bëhet në gjysmën e dytë të majit dhe në këtë grup bëjnë pjesë e hershmja e tregut, e hershmja e majit, bigaro, moro e të tjerë. Variatetet me pjekje të mesme. Pjekja e frutave bëhet në gjysmën e parë të qershorit dhe në këtë grup bëjnë pjesë Dureno Nero dhe Vignalo. Variatetet me pjekje të vonë. Pjekja e frutave bëhet në gjysmën e dytë të qershorit dhe në këtë grup bëjnë pjesë e bukra pistonjës, turka, si dhe Bigareum Napoleon. Procesi i vjeljes në qershi është një proces që duhet të kryhet shpejt. Në kohën e vjeljes, kokrat duhet të jenë të forta dhe të kenë marrë ngjyrën e plotë të kultivarit. Ngjyra është karakteristike e variatetit, pra variatetet apo kultivaret ndryshojnë ndërmjet tyre për sa i përket ngjyrës së frutit. Në dallim nga pemët e tjera bërthamore, qershit nuk vazhdojnë pjekjen pas vjeljes. Kështu që, përcaktimi i saktë i kohës së vjeljes është thelbësore për të djelur qershi të ëmbla dhe të shijshme. Si të mbledhni qershit? Nëse nuk planifikoni të konsumoni qershit menjëherë pas vjeljes, si konsum i freskët, mbledhni qershit me besht. Pjesa më e rëndësishme është të jeni të kujdesshëm që të mos thyeni apo dëmtoni pemën, mos të kputin sythat buketor dhe degët e shkurtra, sepse këto pjesë të vogla të pemës janë ato që japin prodhim dhe fruta në vazhdimsi. Nëse qershit vilen për gatim ose konservim, shpesh është shumë e lehtë të heqni kokrat dhe të leni bishtin ngjitur në pemë, pra qershit vilen pa bishta. Sëmundjet kryesore tek qershia është kalbëzimi i frutave. Është një ndër sëmundjet më të rrezikshme që prej kumbullën të qershin. Shenjat e sëmundjes janë si ato të kalbëzimit të frutave tek farorët dhe në infeksione të larta. Mund të thahet e gjithë bima si rezultat i prekjes së tërë trupit të qershisë.
Gjithë biruesja e përthamoreve. Infektimi ndodh në pranverë të lagësht. Në gjethet e bimëve të prekura formohen njolla të vogla me ngjyrë kafeje të errët. Pas 17 deri në 20 ditë, vendi i prekur bie apo shkëputet, duke i lënë gjitha gjethet të frymëzuara, kurse frutat deformohen dhe njollosen. Gomoza e qershisë është sëmundje që prek pothuajse të gjitha bimët bërthamore dhe karakterizohet nga rrjedhja e një lëngu bakterial të trashë me ngjyrë të verdhë në të kuqremët dhe kur të ngurtësohet formon formacione si qeshi transparent. Prej gomozës mund të thahet e gjithë bima. Kanceri i pemëve apo agrobakteriumi. Simptomat e sëmundjes janë shfaqja e gungave në rrënjë dhe në kurorën e pemës, të cilat mund të ndryshojnë në madhësi nga shumë të vogla që janë shumë të dukshme me sy të lirë deri në 10 cm diametër. Gungat fillimisht bëhen të dukshme si entje të bardha si mish, të cilat rriten me shpejtësi të bëhen ngjyrë kafe në të zezë. Gungat zakonisht zhvillohen në vende të plagosura apo të dëmtuara dhe më vonë formohen gunga të rinë ngjitur me ato të vjetrat. Shkaktari i sëmundjes është bakteria Agrobacterium. Shfaqja e sëmundjes favorizohet në tokat alkaline me pH bazik, të kulluara keq, të dëmtimi më parshëm nga nematodat apo faktorët të tjerë. Dëmtuesit kryesor tek qershia, afitet apo morri i zi i qershisë. Morrat prekin pothuajse të gjithë grupin e pemëve frutore, duke shkaktuar kështu pickimin dhe thithjen e lëngjeve të gjitha organeve të trupit. Si pasojë shfaqet përdredhja e gjetëve të reja, vyshkja e tyre dhe llastareve të rinj. Frutat mbeten të vogël dhe nuk zhvillohen normalisht. Tenja. Përfshin shumë specie dhe insekte të rritura, janë flutura që ndryshojnë në madhësi dhe në pamje. Larvat janë të bardha, roz, me një kokë të kuqe, ngjyrë kafe, të gjatë rreth 12 mm. Simptomat. Dëmtimi së pari shfaqet në rritje të reja, vegetative dhe nëse lihet i patrajtuar, përfundimisht do të infektoj frutat. Tuneli i larvave hyn në frut përmes bishtit të lulës dhe shpesh shkon deri në afër përthamës. Kurthet e feromonëve janë një mundësi për joshjen e fluturave apo të tenjave. Këto metoda që orientojnë çiftëzimin e insekteve të rritura dhe për pasojë kemi reduktimin e vendosjes së vezëve dhe uljen e shkallës së infeksionit. Miza e qershisë. Ky dëmtues prek kryesisht qershin. Dëmi shkaktohet nga larvat të cilat zhvillohen brenda tulit të frutave, duke kompromituar rritjen e tyre, cilësinë dhe tregtimin. Këshilla për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve tek qershia. Për mbrojtjen e bimëve përdorni metodat agroteknike dhe kimike. Metodat agronomike janë prerja e degëve të sëmura, grumbullimi i frutave të thara në degë, kryerja në kohë e cilësi e shërbimeve agronomike si luftimi i barojave, plerimi i balancuar dhe ujitja. Metodat kimike. Filloni trajtimin në qetësinë dimrore. Trajtoni në fazën e fryrjes së sytave. Vazhdoni trajtimin kimik në lulëzim, rritjen e frutave e deri para pjekjes, sipas nevojës dhe shkallës së infeksionit. Preparatet kimike për mbrojtjen e bimëve që qarkullojnë dhe mund të gjeni në farmaci janë të shumta, por për një përdorim sa më efikas të tyre, konsultoni me specialistën e mbrojtjes së bimëve të zonës. Lexoni etiketën para përdorimit të preparatit të mbrojtjes së bimëve. Këto ishin në pika të shkurtra disa informacione rreth kultivimit të qershisë.
prej 5-8 për shkak temperaturave të nxehta. Me që se dhe po i përmend temperaturat, Suare ka dhe një, kështu që e ka solsticin shumë atë gjatë se sa krejt komunat e tjera, edhe realisht për këtë arsye dhe ka hy ma herët ndoshta në prodhim. Sa jeni kanë të kënaqur me rendimentin që kena arritur me nxjerr këtë vit, sepse pam që këtë gjithë komuna tjera, sidomos komuna e Podujevës, ka pas jashtëzakonisht probleme, thuja s'kan mujt me nxjerr rendiment fare. Po kjo mas pari duhet me thënë kjo është viti i dytë i këtyre fidanëve që po i shohmi. Këto janë fidanet që vinë prej Italisë, janë fidanet që shërtimi tyne bëhet në bashkëpunim me profesor të Universitetit Bolonjës. Janë të kompani Salvi të Italisë, ne kemi përfaqësinë edhe të shitjeve të këtyre fidanëve. Edhe në vitin e dytë tove kanë dhënë rendiment thuja sikur me kanë vitin e katërt. Dhe po i shohim që janë një masi e goxha të madhe, ndoshta të paktën me ato që unë jam mësuar me i pa në terren ku kemi shku me xhiru, po du me ditë a është veç sortja ose kultura e atill që e keni ju, apo duhet një kujdes shumë më i madh ndoshta, edhe më special për të arritur këtë sasi apo e shofon. Unë po mendoj që këtu janë shërtimi tyne që e kanë bë grupi Salvi. Ata janë ekspert kësaj lamjes, ata i prodhojnë fidanët, tash veç që 2 vite kanë filluar dhe prodhimin e fidanëve me laborator. Kështu që kjo është lamje dikuj tjetër. E di që janë fidane shumë të mira, na kanë propozu, me këshillat tyne kemi filluar me bë, kjo është sistemi i parë super intensiv, muj me thonë edhe në Ballkan, çdo gjysmë metre. Nuk pretendojmë na me na dhënë sasi shumë të madhe që viti 4 është viti kur fillon prodhimin komplet. 3 kg më shumë ti 4 në trup dhe me punu me dek 3. Po sa sipërfaqe ki totalisht mbjelluna me qershi? 6 hektarë janë në qershi. Kështu që edhe në total sa ke arrit me marrë rendiment këtë vit? Hala nuk i kemi. Pravërsisht, mendoj sa ton. Është një informatë që se dje. Okej. Po pritni me pas një çmim të mirë këtë vit? Mas pari këtu disa janë të viti 2, disa janë viti parë, disa janë mjellë si vjetë. Kështu që 6 hektarë janë, kështu në vitin tjetër kemi me bën të ndryshime tjera. Besoj që një pemë zakonisht sa kilogram arrin me i dhënë, sidomos këtij lloji? Ata thash në vitin e 4 duhet mi qit 3 kg e gjys, jo më shumë. S'pretendojmë më shumë, neve na intereson madhësia e qershisë. Është interesant me cek që këta, për shembull qershijat e Salvit, këta kanë thyer dhe rekordin Guinness Record. Do të qershia më e rëndë në botë, 28 gram, kanë arrit deri në 40 mm. Ne jemi vitin e dytë, unë si vjetë ku marrë rasisht i kum pa që veç 22 gram kemi më rri me 33 mm. Kështu që pretendojmë edhe na me qenë të njëjtë me ata. Fidanet janë tyne. Po në vitin 2023, po menoj në atë pikën e sezonës, kur janë qershit, me çfarë çmimi paraparsisht i keni shit? 2023-ën i të thonë. 2023-ën s'kemi shit qershi, se ka qenë viti parë, sasia nuk kanë shumë e madhe. Si vjetë po, kem fillu 5-6 euro, dikon qëto ka qenë kilogrami, pej 17 majt. Pej 17 majt. Kurse për viteve tjera, unë mendoj që këto qershia janë për treg të jashtëm. Mendojmë mi qu në Gjermani, në Minhen. Pikërisht këto deshta me të pyet, a e ki tregun e destinum për Kosovë, apo totalisht 100% po mendon me i dërgu jashtë? S'po tham 100%, po nëse mundëm s'paku 80% kam i dërgu jashtë. Po du me ditë këtë problematikën se këtë që kemi shku ku ka pas super plantacionet të mëdhaja, na e kam përshkru këta që shumë a letë është me shit jashtë vendit, jashtë Kosovës, se sa me shit Kosovë. Sepse është një çmim i kontraktuar në fillim të kontratës, edhe mandej deri në fund vazhdon me po atë çmim. E rregullon një herë dokumentacionin dhe mandej nuk është problem. Ndërsa në tregun tonë po është shumë vështirë me shit pikërisht për shkak të kësaj lohati së çmimeve. A ekziston një njëjta problematikë edhe për ty? Problematika është që këtu mas pari çmimet nuk janë reale për shkak se futen qershia me kontraband prej të gjitha zonave. Edhe nuk i kontrollojnë dogan heq, futen me kerre, me furgone, nuk kalojnë për ato sistemet fitosanitaries, si ushqime ushqimore.
edhe nuk mundesh me pas një kontroll. Me qenë ajo kontroll, me siguri që s'ka nevojë mi qu jashtë. Po flasëm i qu jashtë, për shembull, nëse i qojmë në Gjermaninë minhen, dikun 9 euro është me shumicë kilogrami i këtyne qershia. Tash nëse e merr digitronin, thush 9 euro peshes, edhe peshes mesataren me 3 euro, apo me 2, e din me njëherë diferencën, kështu që nuk është shumë problem, se për 24 orë një kamion me frigorifer më rrinë minhen. Pse mos mi qu? Edhe që është bërë shumë ma e lehtë, ndoshta se sa me shit në tregun e Kosovës. Pikërisht për shkak se këtij dumpingu që ti e cekë, mandej po i çrregullon çmimin edhe po arrin që çmimet e importit me konë shumë më të lira se sa ato vendore. Po këtu ka shumë probleme, këtu do të më marrë shteti me këto probleme. Për shembull ti ki produkte që vinë për shembull prej Maqedonisë. Me marr një shembull shumë të thjeshtë, për shembull të Maqedonisë, për shembull. Vinë kur ti ban 30 minuta kalon kufi. Nëse ti nisish pe këtu me çu për Maqedoni, të rrin kamioni me 34 aty e nalin. Nuk këtë është problemi i shtetit, nuk është problemi jon. Nëse shteti rregullon çdo probleme, i kontrollon çdo gjona, atëherë me siguri stabilizohet çmimi pe këtu me Evropën. Bëhet një tjetër stabilizim, se këtu për qershi ka nevojë jo 6 hektarë të mia, po edhe 600 hektarë tjera me bon që me pas të mjaftueshëm edhe për tregun tonë edhe për tregun e jashtëm. Edhe për atë arsye ku marr se kjo nuk është primare në bizneset tona qershia. Von është një aktivitet shumë i vogël, po kjo është një lloj vizitkarte që na e kemi bën, që nëse dikush nesër don me investu, e kena mundësinë me ja bën projektin për 1 hektar, sa fidane i shkojnë, sa shtylla, çfarë tela, çfarë jeti do të me qitë, qysh do të me umbrojt edhe pe temperaturave të ftofta, qysh do të me u trajtu. Duhet apet, duhet me ndërhy shteti për shembull në licencimin e barnave biologjike tash për shembull që i përdor Evropa, edhe me pas sukses, me ardhur deri te një prodhim i suksesshëm, mos me pas probleme. Se nëse nuk janë një seri të elementeve të koordinuar mes vetit, ti nuk mundesh me arrit qëllimin e një prodhimi kualitativ. Kur përflasim për një prodhim kualitativ, po e shohim edhe realisht kjo është dëshmia kryesore. Qershia ka një sistem shumë interesant sepse lihet mes rendeve një hapësinë goxha e madhe, po prej bimës deri tek bima është një hapësinë shumë e vogël që ta mundson me pas më shumë bimë për hektar. Edhe për me ardhur deri te ky rendiment, po duam i ditën krejt ato sfidat në për të cilat ti ke kalu nëse mundesh me i listu prej kur e ke fillu biznesin, se nuk të pyeta cili ka qenë viti i parë që ke fillu me marrë me bujqësi. Viti i parë është viti para 2 viteve. Që kom fillu me marrë me bujqësi. Na jem distributor të pavin kafes, nuk kemi edhe biznese tjera, për shembull që në shtet nuk është kjo primare, po një sasi e tokës edhe kam vendos me mjellës edhe kjo është një lloj shitore në veti, një dyqan është në veti. Tash na nuk pretendojmë me shit veç pjesën finale, ne jemi të shit edhe fidane, për shkak se kemi përfaqësinë e salvit. Mirë, po nëse i shesëm fidanet, i shpjegojmë dikujt se çfarë fidane janë, çfarë prodhimi mundesh me arritë, çysh duhet me u trajtu këto. Tash këto është mas pari duhet me hi me traktorna. Duhet me mos përkatja në mënyrë profesionale. Masanej ky sistemi çdo gjysmë metër, thash edhe herë, kjo është sistem më i kushtueshëm me miell, po është më i lehtë për mirëmbajtje. Ty llogarit kitjen e ty në rremave, për shembull që bëhet një në fund gushtit edhe tjetra bëhet në shkurt, në vitit arshëm. Po përveç aty edhe vjelja është më e lehtë. Nëse një punëtor kam i vjelt ato qershiat me trup, për shembull, se edhe kjo mundet më bë trup, po se lëm më bë trup. Nëse ta ajo për shembull i vjel 100 kg qershi një punëtor, këtu i vjel 200. So është ma letë, veç me dorë so, edhe plus ata na kanë këshillu me mjell që me majt edhe gjelbrimin mes mos me shkelna për lëq. Zakonisht qysh njihet popull sikur detelina preferohet me mbjell për shkak që me pasru tokën me azot. Ajo çka e shoh që është e nevojshme, duhet me marrë një frezë elektronike me senzor që i kalon rrethit edhe ban një lëvizje pak të tokës edhe sistemi pik-pik ju itjes. Masanej na ku e shohmi që për shembull ka problem toka se po bën lagështit madhe, bëjmë drenazhim, mja hjek lagështin për rajës, ka janë gjona që dalga, ato që si dimi thirrmi dhe i pysmi.
Kjo është arsye pse edhe preferohesh shpeshherë më mbjell nëpër kodrina për me largu këtë pjesën e ujit, për mos me shkaktu kalbëzim të rronjeve. Po për krejt ata që dojnë me fillu për herë të parë këtë biznes sikur ti, mi u tregu krejtëve në për çka i ty kalu ti momentalisht, me çka kishe preferu ti me njoftu që e kum kalu unë këto dhe mos e kaloni ju tjertë. Ka asnjë sfidë që kur gjosim të kalu. Për mua është një adrenalinë e veçantë. Unë i kaloj këtu 20 deri në 30.000 hapa në ditë. Lëvizi, ku shot defekt, ku nuk di i thirr i ves, ku di e baj vet, punëtorët e kryjnë punën e vet, duhet teknologji e re tash për me i punu, nuk duhet me menu që kejt me krah punojnë këtu. Po kjo edhe ka qenë investimi ju i vetanak apo ke marrë subvencionim? Grande realisht, grande nuk kemi marrë, as kemi lyp, kjo është vetë jemi është. Po komplet. Fidonet, makineri, shtyllat, traktorat, të gjitha i kom bo vetë. Okej, po du me trajtu edhe një temë për para se marrë deri te fundi i bisedës, që mu po më intereson është ideja e pasjes së kredive të gjelbërta. Sa mendoj që kish me kanë ndihmuese për juve, sepse nuk je i vetmi i cili ke plantacione të mëdha, ka edhe shumë fermerë të tjerë, janë diku për mbi 3.000 në Kosovë, po me qershi ka shumë pak realisht. Sa të kish ndihmu nëse kish ekzistu ideja e kredive të gjelbërta. Flas me ato me grace periud, ku ti e merr një kredi, edhe mandej kur të hysh në pikën maksimale të prodhimit fillon me kthy kredin. Ata le ta diskutojnë se i kanë problemet e veta, unë e kum kry vetë. Qa i kështë këshilu? Krejt ata që dojnë me fillu me u marrë me qershin, është realisht një veprimtari rentabile që ja vlen, më marrë me do të pak të trit, moshatarët e mi? Unë mendoj që nëse stabilizohen çmimet edhe ato byrokracitë që i diskutuam pak më herët, është me interes më marrë, se cilin e vitin e 4, llogaritet që investimet do të më nxerr ato nëse i paguën pej vetvetes. Në vitin e 4, sa prodhojnë këto, pej dytit, parit, dytit, tretit, katrit, veç do të me pagu shpenzimet e veta. Pra fërsisht për 1 hektar investim primar, sa shkan? Dikon prafërsisht janë 5.600-700 fidane që shkojnë, prafërsisht, po masani duhet me i kalkulu gjitha gjanat, sa shkojnë tubacione. Po tash fidanet e qershisë të Salvit, këto tash mvaret nëse dikush e mjell 1 hektar, llogaritën tash çmimet ndrojnë për si vjet, po flasëm dikon 8 euro, 9, 10. Mvaret tash edhe pej llojit fidaneve për shemb. Se fidanet të certifikume. Të gjitha janë certifikume këto. Asnjë nuk është e pa certifikume, këto vijnë pej një kompani shumë serioze. Disa janë spit, disa janë lloje tjera, dikon 11 lloje të qershijave kemi këto, prafërsisht. Krejt emrat shumë kujtohen në këtë moment, po disa po. Kur po flasim të ana fitosanitare, me çka sulmuhet mas shumë të qershia, zakonisht është krimbi, se ka pjesën mishnore shumë të butë. Ke pasi problem këto 2 vite? Jo, edhe tash ti mundesh, ndëgjë te krymi, mundesh edhe tash ti mi provu edhe pse janë të zeza, nuk kanë asnjëna krym. Unë mendoj, tash kjo është mendim personal jemi. Dikush me siguri din është në mënyrë profesionale me tregu, unë mendoj që qershia duhet me u trajtu që ashtu qysh trajtohet njeri. Se dhe kjo ka jetë. Nëse shohish për shembull fletën që është fletë e shnosh, i bjen që kjo është të lyp me dhënë ujë për ditë. Por çdo ditë duhet me dhënë ujë, sistemi pik-pik. E dyta në kohën kur duhet me u trajtu për shembull prej aty në marimongave që i përmendet me insekticide. Po të gjitha këto barna është mirë që me kriju me gjithë barna biologjike. Tash në Kosovë nuk po duhet aty me se janë detale tjera, që do të më marrë dikush tjetër, mi kontrollu çfarë barna, jo për shembull ti e ban spërkatjen e tyne komplet edhe kur të kthehesh e shef letën e rrota pet se ka myt ato insektet që i ka, po është bërë për drejtë e gjithë. Kështu që këtu janë problem, këtu do të më marrë dikush tjetër. Janë trajtimet që ja ban edhe nuk ka kryma. S'ka me pas, guxon me pas krym. Duhet dezinfektim i bo. Nëse arrim me qitë edhe rjetën për mi, besoj që disa insekte i nalmi, marimonga, këto gjona tjera, është edhe një diçka që menoj se këtë vit ka pas sukses, do mos ka pas temperaturat ftofta, por nëse arrin temperaturat e ftofta, dikun prill, në fund prillit, që din me ardh një herë edhe minus 2-3 gradë, mundet me i prish, qershijat që dalin herët. Unë jem të venu me bën një investim tjetër që vjen prej Zelandës 3, është një lloj ventilatori, dikun 8 hektari mbror, 7-8 hektari mbror në temperatura deri në minus 7 gradë.
e merr ajrin prej nalësisë dhe ban përzimjen e shpërndan, me largu ftoftin. Sa nuk e mendon pjesën e aplikimit për jo pjesën e aplikimit e cila t'i mbulon dëmet prej kushteve atmosferike ose ndryshe quhen sikur sigurimet e bimëve. Tash unë në zonën ku jam, historikisht që kjo zonë këtu nuk e ka rrok mas pari se kanë rrok breshat asherë. Se tërhiq bjeshka, kanë tërhiq do kodrina kështu këtu, për të mollin zër nuk mundet me pas asnjë probleme. Po megjithatë ato mbrohen me rrjetin për mi. Në përgjithësi për këtë kultura deri në 2 javë hyn ma herët në prodhim. Temperaturat më të nxehta. Diku 4 gradë. Para fundit po kam dëshirë edhe me ditën cila u kon frika jote kryesore, ashtu që të ka shku mendja kur e ke fillu këtë biznes edhe me thonë atë hyn këtë biznes a mos ty. Për çka ke menduar ndoshta më shumë ti që kon pikpyetja më e madhe për ty. Bashkë s'ku mendoj. Jo për këto, po për asnjë lloj biznesi as që mërzit në kur të vendosi me një veçi. Keq që shkeu në veçi. Se kam problem me pjesë. Edhe në fund, që kështë pas dëshirë mi u thonë gjithve, të paktën ata që mirën momentalisht në bujqësi, që kanë pasion bujqësi, ose që dojnë me fillu këtë vit me marrë me bujqësi, një mesazh cilën nuk e ke thonë asnjëherë deri tash. Punoni tokat, krejt punoni, mos i leni thatë. Për ndryshe... Se keni problem, jeni si punëtor. Po punoni, gjithat e ka janë du të mi punu tokat. Ai se punë tokën du të shumë ja morë. Qa me thonë? Po çka me lonë aty? Ose mi ashtu taksën, tokën du të me punu. Pa marë parasysh diçka del, s'del këtë vit del dytin. Mos dal dytin, del tretin. Nëse punohet, nuk ka nevojë kërkush me shku as në Itali, as në Gjermani, as në Zvicër, as kërkun heq. Du të nejtë të. Të paktën nëse s'bani plantacione, bëni pika grumbulluese, edhe ndihmoni ata që... Po ka shumë forma me dasht me bo biznes, nuk është veç një lloj. Të veç është me dasht. E për me dasht du të me stimulu dikush tjetër. Falenderoj shumë për këtë intervistë, na vënë kena gjetën kohën, kontaktin bashkë me juve, po më në fund erdha, edhe po isha që i pas këka që në gjendjet mirë, nuk u mujtë me mri me i pa tamam sezonën e vjeljes, po më vje mirë që i kon ka që i knaqën me vjeljen. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve. Faleminderit që thashtë. E shikus dashur këtu kem veç disa prej qërshive të cilat unë kam arrit me i marë, për shkak që periudha e vjelës sapo ka përfundu, edhe është fat i madh që ka filluar ka përfundu vjela shumë më herët se sa tash, për arsye se në këtë moment që po gjirojmë është fundi qershor, është gati 37 gradë Celsius, që realisht nuk është lehtë me xhiru këto temperatura, mirë po. Na po bisedojmë thuajse për krejt vështirësitë e bujqësisë dhe po mundohemi me ja u paraqit çdo të diel. Problematikën kryesore cilën e kemi cek sot ka pas bëj me mos standardizimin e çmimeve që po i detyron shumë prej kultivuesve me i dërgu thujse mbi 80% eksport të produkteve vendore. Na po shpresojmë që vitet e tjera kanë me u rregullu këto probleme, fermer s'kanë me ballafaqu me këto mirë, por na kemi me vazhdu që me përcjell gjendjen e bujqësisë dhe me ja u paraqit para juve çdo të diel. Unë po shfrytëzoj rastin që në këta minuta me përmbyll bisedën për ditën e sotshme, për t'ju lënë ta kenë të dielën tjetër në po të njëjtën orë. E deri atëherë